Ndalemi në të tjera informacione dhe konkretisht do të kemi një raportim nga Sido Barkaj për lirimin e hapësirave publike, një aksion i policisë prej disa kohësh tashmë, por na jep më shumë detaje. Sido, cilit i themi mirëmëngjes, Sido. Mirëmëngjes, Sido. Mirëmëngjes Bregina dhe Flori, duket se vijon vala e aksionit të policisë të Tiranës, policisë bashkiake, por dhe strukturave të tjera vendore sa i takon monitorimit të situatës për hapësirat publike, qoftë për zënjen e tyre apo për lirimin e hapësirave të tjera të cilat ende nuk është bërë mundur deri në këtë momente. Por jo vetëm kaq, por policia e Tiranës vijon aksionin edhe për parkimet e gabuara, si dhe për bllokimin e kursive të emergjencës kryesisht, të cilat kanë marrë masat e rrepta të paktën gjatë kohëve të fundit, duke analizuar drejtuesit e mjeteve të cilët përdorin pikërisht kursinë e emergjencave për të kaluar apo qoftë për të parkuar. Kjo sipas policisë jo vetëm që rëndon trafikun, por si edhe problematikat e tjera, pasi kuptohet që kursia e emergjencave përdoret kryesisht për ambulancat, zjarfikset, por dhe për mjetet e transportit publik. Megjithatë, ditën e djeshme ka patur një vëzhgim të situatës dhe nga drejtori i policisë vendore Elton Alushi, konkretisht në komisariatin nr. 2, pra në zonën e Ish-bllokut, por dhe në disa zona të tjera, kryesisht për të inspektuar nga afër pikërisht aksionin për lirimin e hapësirave publike, ku ka dhënë disa direktiva dhe disa urdhra, kuptohet pas mbledhjes që është bërë dhe me drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit Skënder Hita, i cili para pak ditësh u rikujtoi dhe u kërkoi të gjithë drejtorëve të policisë vendore për hapësirat publike, duke mos lejuar pikërisht që subjektet private pra për ribllokimin ose rizënjen e tyre. Megjithatë, është një bashkëpunim dhe me policinë bashkiake konkretisht për hapësirat publike, të cilat po monitorojnë të gjitha lokalet e Tiranës për shkak të mos bllokimit të hapësirave publike. Nuk dihet se si do të vijojë, ende nuk është bërë qartë sa i takon një ndarje mes hapësirave publike, të cilat do të lejohet për subjektet private që të shfrytëzohen, por pjesa e tyre më e madhe do të jenë për kalimtarët, ende nuk është bërë e ditur për qytetarët, të paktën janë shumë lokale të cilat kanë qenë të mbuluara me tenda ose dhe me profile metalike, të cilat janë shembur, por sërish hapësira publike është rizën për tyre qoftë me blloqe betoni, duke mos sjell asnjë benefit tek qytetarët, pra nuk ka sjell përfitime le të themi për lirimin e hapësirave publike. E Sido, pra si funksionon në momentin që prishen tendat, ajo është hapësirë e cila mund të jetë, duhet të jetë e lirë si parashikohet në rregullore, le të themi. Po, Brigena, në fakt shumë subjekte private, kryesisht lokale, të cilat kanë zërë një hapësirë goxha të konsiderueshme të hapësirave publike, qoftë të trotuareve ose të lulishteve të pallateve, kanë sjellë sërish problematika duke mos liruar në fakt hapësirat publike, pasi kanë vendosur sërish blloqe betoni duke mos sjellë përfitime tek qytetarit. Kjo është një manovër që po përdoret tek subjektet private, nga subjektet private ndjes, kuptohet që nuk është e lejuar dhe pikërisht duhet një monitorim i policisë së Tiranës dhe policisë bashkiake për lirimin e këtyre hapësirave publike, sepse nuk mjafton të paktën sipas urdhrit që doli dhe nga kryeministri, nuk mjafton vetëm heqja profileve metalike apo tendave të cilat kanë zënë hapësirat publike, por duhet dhe lirimi i tyre, ku 70% do të jetë në shfrytëzim të qytetarëve dhe vetëm 30% ose 25% që në varësi të le të themi hapësirës të cilat të shfrytëzuar do t'i lihet bizneseve private. Nga ana tjetër ka një monitorim të situatës rrugore me policinë e Tiranës dhe konkretisht me komisariatin e policisë rrugore në Tiranë, kryesisht për largimin e makinave të parkuara keq ose për bllokimin e kursive të emergjencave, krahas gjobës pra masës administrative që do t'i vendosi të gjithë drejtuesve të mjeteve, në qoftë se ato nuk largohen brenda pak kohësh, më pas do të makina e tyre do të tërhiqet me karrotrec. E qartë, mirë, Sido, për të rikthyer edhe një herë aty ku ti e nisën fakt tek lirimi i hapësirave publike, kur vjen puna tek rrugët e kryeqytetit, dhe jo vetëm ato kryesorët, por në fakt edhe ato brenda lagjeve, ku duket sikur në fakt është rikthyer ligji i më të fortit, pra ligji i xhunglës, kushdo që ka mundësi të bllokojë një vend parkimi me mjete rrethanore, me goma, ndoshta me shishe uji, apo edhe me piketa hekuri me drynë her pas here. Çfarë është duke bërë policia në këtë rast për të ardhur në ndihmë qytetarëve, gjithë ata që nuk kanë mundësi fundja të kenë një vend parkimi të siguruar, ta paguajnë një të tillë, apo që duan të parkojnë me kartën e rezidentit. Tashmë e dim që është le të themi një benefit që shumica e qytetarëve e kanë në kryeqytet. Po, parkimin e fakt është shtyhen një themi shqetësim për banorët e Tiranës, qoftë për bllokimin e kursive, për bllokimin e vendeve të parkimeve kryesisht në lagjet në brendësi të rrugicave të Tiranës. Kuptohet që edhe qytetarët e paktën institucionet bëjnë thirrje që qytetarët të bashkëpunojnë me strukturat duke lajmëruar policinë ose policinë bashkiake për lirimin e këtyre hapësirave publike. Një tjetër shqetësim janë dhe sheshet midis pallateve, të cilët shpeshherë janë kthyer në një biznes ilegal fitimpruar për disa persona të cilët i kanë
dorëzuar si parkime me pagesë, duke u marrë qytetarëve shumë të ndryshme parash për parkimet, qoftë dhe me abonime mujore. Në fakt, paktën Policia e Tiranës, por dhe Bashkia e Tiranës ka vendosur një afat disa ditor për lirimin e këtyre hapësirave, në të kundërt të përballen me pasoja ligjore. E qartë, e si don kam një pyetje të fundit, por shkurtimisht do doja ndoshta një përgjigje nëse ti e ke si informacion. Në momentin e parë që nisi aksioni për lirimin e hapësirave, qoftë edhe të makinave, automjeteve të cilat zinin korsi të rëndësishme për lëvizjen, u tha që mund të kishte edhe burgim. Nuk e di a ka dhëna, ka persona të cilët kanë shkuar, janë arrestuar. Çfarë ka ndodhur? A ka sjell informacione policia në këtë drejtim apo është treguar e rezervuar? Në fakt, vetëm ditën e djeshme, Policia e Tiranës ka referuar në prokurori dy shtetas të cilët kanë parkuar në mënyrë të gabuar dhe kanë zënë emergjencat, korsinë e emergjencave. Megjithatë, një ditë më përpara ka patur 3 qytetarë të cilët janë referuar materialet në prokurori, janë 10 qytetarë të cilët në fakt po hetojnë nga Prokuroria e Tiranës, por nuk ose kemi masa të ashpra nga Prokuroria e Tiranës apo nga Gjykata e Tiranës duke i lënë pas hekurave, kuptohet që janë gjobitje ose detyrim paraqitje në kuptimin derisa të mbyllen për të gjitha hetimet. Por megjithatë, pjesa më e madhe e tyre ose le të themi deri tani të gjithë qytetarët të cilët janë ndjekur penalisht në lidhje me parkimet e gabuara ose me zënjen e hapësirave publike, janë lënë të lirë dhe janë përballur me gjoba. E qartë, mirë Sido, je shumë i qartë gjithmonë dhe shumë i saktë. Faleminderit për informacionet. Faleminderit, Sido, punë mbar.